Përshëndetje nga Varshava, ndodhemi në stadiumin Aradovi, na ndajnë rreth 4 orë nga fillimi i takimit midis Polonisë dhe Shqipërisë. Ndeshje e vlefshme për takimin play-off ku Shqipëria do të përballet sot një sfidë shumë të vështirë me ekipin polak, një ndeshje direkte e cila në fund mund të jetë dramatike ose për Shqipërinë dhe për Poloninë, për të dhënë një mundësi për të kaluar në botrorin e 2026 që do zhvillohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Atmosfera duket shumë e ngarkuar, ka forca të mëdha policie, në çdo cep stadiumit kam bërë një ecje, ka forca të shtuara të policisë, nuk e di nëse kjo është një procedurë normale, por kemi të bëjmë me stadiumin më të madh në Poloni, ku sot pritet të jenë të pranishëm rreth 60.000 spektatorë. Janë shitur të gjitha biletat dhe aktualisht në grupet apo në rrjetet sociale vazhdon ende të ketë një interes shumë të madh dhe këtu ka le të themi një farë abuzimi edhe me tregun e zi ku ende biletat janë duke u shitur me çmime marramendse. Pra interesi është shumë i madh. Urojmë që kjo ndeshje të jetë pozitive për Shqipërinë, të kemi një rezultat sa më pozitiv. Okay, good.